Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesoresh Gjorgjina Kulin, shefe shërbimit të pediatrisë infektive dhe po ashtu profesoresh në Universitetin e Mjekësisë. Profesoresha, faleminderit që pranuat ftesën në morinë e ngarkesës të jashtëzakonshme që keni. Faleminderit që jeni. Faleminderit juve për ftesën, se përveç se është një ftesë për të dhënë informacion në lidhje me eksperiencën dhe praktikën tonë të përditshme, është edhe një vlerësim që bëhet punës së madhe të mjekëve, në rastin konkret në lëmin e pediatrisë, do të thosh që është më delikati ndër fushat e mjekësisë. Absolut, madje pediatria është shumë sensitive, sigurisht të merresh me fëmijët nuk është e lehtë, asnjëherë nuk është e lehtë, është shumë e bukur, por është edhe shumë e vështirë. Pikërisht, është shumë e vështirë, ndoshta më të vështirat, por mendoj që është edhe nga nën specialitetet më me satisfaksion në pjesën e mjekësisë, sepse ke shumë pacient, fluksi është i madh, po fatmirësisht smundjet në shumicën e rasteve janë të shërueshme dhe ne shikojmë, prekim, vlerësojmë rezultatin pozitiv tek pacientët tanë. Profesoresha, dua të di diçka më tepër për ju. Si keni rrugtuar drejt pediatrisë, si keni rrugtuar në mjekësi, cila ka qenë ajo shtysë e madhe që ju ka bërë të vini deri këtu ku jeni sot? Në fakt, mjekësia ka qenë, si thua, e parashkruar tek unë, sepse unë kam baban mjek, kardiolog, dhe kam qenë vajzë e vetme, nuk kam as motër as vlla, kështu që e vogël ai më kanalizonte dhe më thoshte që nuk ke zgjidhje tjetër përveç mjekësisë. Madje ndanim shpeshherë, ai e ka pasur me shumë pasion mjekësinë dhe ka punuar deri para pak vitesh, ka mbi 65 vjet karrierë kardiologjike. Më diskutonim rastet, më bënte të dëgjoja pllaka gramofoni me zhurmat e zemrës dhe sigurisht e rritur në këtë kontekst, ëndra ime ishte kardiologjia. Në momentin që mbarova mjekësinë, pavarësisht që isha me rezultate të shkëlqyera, situata ishte e tillë që nuk të linin të zgjidhje profesionin, po të caktonin aty ku kishte nevojë. Dhe mua më caktuan në pediatri, direkt në spitalin pediatrik në qendrën spitalore universitare. Të them të drejtën, ndoshta kjo ka qenë një nga momentet më të vështira të karrierës time. E mbaj mend që vetëm kam qarë kur e mora vesh për emrimin, jo sepse nuk e doja dhe nuk e vlerësoja, por nga që ishta një tip shumë i ndjeshëm. Gjithnjë kur ishim student dhe bënim praktikat pediatrike, përfshihesha shumë emocionalisht, qaja bashkë me nënat, nuk shifsha dot procedurat invazive që bëheshin tek fëmijët, thash që nuk kam për t'ia dalë. Megjithatë, siç ishim mësuar, kështu që për çdo detyrë që na vijej ta bënim me përkushtim, ju futa pediatrisë. Dhe pak më vonë, pasi mbarova specializimin e pediatrisë, u kanalizova në smundjet infektive, që në fakt pediatria është smundje infektive, sepse për të mos thënë të gjitha smundjet, po 3/4 e smundjeve pediatrike janë të shkaktuara nga infeksione të ndryshme, fatmirësisht kjo tregon që janë edhe të shërueshme. Kështu që mora dhe nën specialitetin e pediatrisë infektive, për të cilën përveç se këtu në Shqipëri jam specializuar dhe në Amerikë, në Houston, një vit në Leuven, në Belgjik, dhe disa në specializime më afatshkurtë në vende të tjera të Europës, duke ju përkushtuar krejtësisht tashmë kësaj fushë. Pasi kaloi 10 vjet të karrierës time, pata një mundësi që të ikja nga pediatria. Domethënë të realizoja ëndrrën time të dikurshme, sigurisht që nuk hoqja dorë, vazhdova të qëndroj me shumë kënaqësi dhe që në momentin që kam filluar nuk jam penduar asnjë moment që më ra fati që të kem këtë profesion, por do të thosja që është një profesion shumë i bukur dhe stimuloj edhe studentët e ri, madje neve dhe në mësimdhënie, kur pyesim, i them, nuk ju pyes se çfarë doni të bëni, se e di, gjysma do bëhen kirurg, gjysma duan të bëhen kardiolog. Por pediatria me të vërtetë është një profesion me shumë kënaqësi, me shumë vlerësim dhe respekt nga pacienti, sigurisht edhe me stres, me përfshirje emocionale, sepse në këtë rast përveç rolit të mjekut, ti hyn edhe në rolin e prindrit, përfshihesh në ato që përjeton fëmia dhe familja, por ama të jep kënaqësi shumë të madhe kur del me sukses.
madje t'ju tregoj diçka për të qeshur, një ditë me qënë se kam një karierë jo të vogël, mbi 30 vjet në këtë fushë, më takoj njerëz të ndryshëm të cilët kanë pasur fëmijë edhe ishte një alamet, një djalë, burr do të thoshja, doktoresha, Gjina, më mbani mend dhe unë tani ndonjëherë disa i mbaj mend, disa nuk i mbaj mend. I thash po, patjetër, thash ju keni pasur. Jo, tha unë kam qenë pacienti juaj në moshën 10 vjeç, ishte rritur shumë edhe dua të them që jam edhe në atë brez, që nuk kam vetëm fëmijët tani që më përshëndesin dhe më njohin, por dhe prindrit e fëmijëve. Ose kur vi me fëmijët thonë doktoresha unë erdha sepse më keni ndjekur kur kam qenë i vogël, kam vuajtur nga bajamet, dua të them është një si thua për kushtim me breza, por që le gjurmë të mira edhe në karrierë, edhe në marrëdhëniet që keni me prindrit edhe me pacientët. Është e vështirë se fëmijët kur i thua te doktori fillojnë e qajnë. Sigurisht. Por mundohemi që t'i bëjmë sikur unë jam pacienti dhe fëmia është doktori që t'na vizitoj, madje kemi bërë dhe fotografi me ndrim rolesh ose në fëmijë të cilat jetojnë qëndrojnë gjatë në spital, të organizojmë minifesta të ditëlindjeve ose pikërisht për të mundësuar të sjellësh në një ambient në thonjza të zymt siç është spitali për një fëmijë, të sjellim disa grimca kënaqësie. Profesoresha, në fakt janë më shumë se 30 vite karrierë dhe unë mezi pres të dëgjoj pak më tepër nga rastet klinike, nga historitë ndryshme të jetuara nga ju me pacient. Dhe do doja ta nisja ndoshta nga cili mund të ketë qenë ai rast që ka lënë gjurmë të thella në mendjen tuaj, në karrierën tuaj, i rast që është ndoshta ndër më të veçantë që ju keni pasur ndonjëherë. Raste të vështira të veçanta kemi pasur shumë, unë kam shumë në kujtesën time. Ndofta momenti më i vështirë kanë qenë, për shembull, dhe mbaj mend si tani me detaje, momentin kur diagnostikuam për herë të parë fëmijë HIV pozitiv, pra të infektuar me virusin e HIV-it për herë të parë në Shqipëri. Sigurisht në të gjithë botën. Janë momente të cilat ti e ndjen veten në vështirësi, kur i thua prindërve, kur futesh në atë rrugtim të përbashkët me fëmijën dhe me prindrin, por me shumë kënaqësi mund thoshja që sot në atë moment të dukej sikur ne do jepni një lajm o gurzi, kurse sot në bazë të avancimit të shkencës ne këto fëmijë kemi mirë, janë rritur, janë të përfshinë në jetën sociale dhe sot infeksioni HIV për shembull është kthyer në një sëmundje kronike. Pra fëmijët në saj të mjekimit dhe të përkushtimit maksimal dhe bashkëpunimit mjek-prindër jetojnë dhe bëjnë jetë normale si gjithë fëmijët e tjerë. Rastet të vështira janë rastet për shembull me meningite, infeksionet e cipave të trurit, me meningoencefalite. Pikërisht një rast që më ka lënë shumë mbresa. Ne pothuajse vazhdimisht dhe tani në pavion ne kemi disa raste që mjekojmë, do të thënë me neuroinfeksione, por një rast që më ka lënë mbresa ishte një rast pikërisht me meningokoksemi, pra me një infeksion fulminant, pikërisht që u diskutua edhe përpara disa ditësh që u zbulua një rast me meningit diku në një rreth të Shqipërisë. Ai ishte një fëmijë shumë i mirë, 9 muajsh, që erdhi vetëm me një temperaturë dhe me disa pika të vogla të kuqe në trup, pas një që tjetër. Ajo që më natërhoqi vëmendje ishte që fëmia ishte shumë i kputur, një fëmijë i shëndetshëm, i mirë, ka disa vite, ndoshta ka mbi 10 vjet, dhe fëmia avancoi gjendja në syt ton. Neve aplikonim terapi, reanimonim, bënim maksimumin sipas të gjithë protokolleve dhe fëmia nuk arriti t'ia dali. Ky është një rast shumë i tmerrshëm, por në këtë rast, domethënë prap është ideja që është një sëmundje që mund të parandalohet nga vaksina. Prandaj sigurisht që aplikimi i vaksinave është një mbrojtje shumë e madhe e shëndetit të fëmijëve dhe po kështu prap një rast tjetër që është nga vaksina i parandalueshëm, ke qenë një fëmijë 5 vjeç me difteri.
përpara 20 vitesh, ai bëri gjithë komplikacionet e mundshme. Difteria është sëmundja që quhet e grykëve të bardha dhe parandalohet nga ajo vaksinë që fëmijëve u bëhet 2, 4, 6 muaj. Dhe fatmirësisht që atëherë ne nuk kemi dhe raste për t'ia treguar studentëve, sepse kur e shikon një herë ajo fiksohet. Janë ca cipa të trasha të vendosura në bajame, por një fëmijë shumë i mirë 5 vjeç, i cili erdhi shumë rënd, madje fillimisht u dyshua që ishte një sëmundje malinje, pra sëmundje e keqe e ruazave të kuqe të gjakut, në fakt ishte një difteri me gjithë komplikacionet e veta dhe pati një fund fatal. Në përgjithësi ne përfshihemi në të gjitha historitë dhe në emocionet e fëmijëve me patologji të rënda që trajtojmë, kështu që pavarësisht se mundohemi të themi fjalë të mira, të qetësojmë prindrit, t'i mbajmë përveç se tregojmë realitetin, por mundohemi dhe t'i mbajmë me kurajo dhe me informacion të vazhdueshëm në lidhje me gjendjen, janë situata që të lejnë bresa. Fëmijë tjetër për shkakun që nuk mund ta heq nga kujtesa është një fëmijë i cili u rit në pavionin ton, ai kishte një sëmundje të lindur me defekt të rënd të imunitetit. U zbulua në moshën 3-4 vjeç dhe vinte çdo muaj që merrte terapi zëvendësuese me imunoglobulina. Dhe në një moment ai u bë si familje se ne njihnin të gjithë, dinim ditën kur do vinte që të bënte terapinë e radhës me shumë përpjekje, sepse është një terapi që nuk është edhe e lehtë, por fatmirësisht kemi arritur t'ja sigurojmë gjithkohës dhe në moshën 15 vjeç ai bëri, domethënë që 3 vjeç, mendoni ta shikoni çdo muaj, dhe në moshën 15 vjeç ai bëri një komplikacion të rëndë të kësaj patologjie, që ishte një sëmundje inflamatore e zorëve. Në këtë kuadër bëri një përfshirje multiorganore dhe ne e humbëm. Dhe unë edhe tani kur e kujtoj më mbushën syt me lot, sepse ishte njësoj si kur ta kisha arritur unë dhe të humbja një pjesëtar të familjes. Dhe mbaj mend edhe momentet e fundit kur ishte në reanimacion, se si u përpoqe me të gjitha mënyrat. Fatkeqësisht ka sëmundje të cilat janë të papajtueshme me jetën pavarësisht përpjekjeve. Por thash në fillim këto rastet se janë raste të pakta, sporadike, dhe do të thosha kemi me 10, për të mos thënë 100 raste të patologjive të rënda, të cilat kanë shpëtuar, janë mirë, nuk kanë komplikacione dhe vinë për kontrole, vinë për të na takuar. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe e profesionit tonë, do të thosja. Doktoresha, përpara se sa t'ju pyes në mënyrë konkrete, meqense ju më përmendët një gjë shumë të rëndësishme që në fakt le të gjejmë kohën edhe vendin për të bërë dhe një thirrje. Kjo pjesa e vaksinave, domethënë unë sot arri me shumë keqardhje të shoh promovime nga njerëz të rëndësishëm në rrjetet sociale që thonë mos i merrni vaksinat fëmijëve etj. Ndoshta është një moment që për t'ju dhënë një thirrje. Prandaj unë dash këto shembuj, sepse me thënë të drejtë duke qenë në fatmirësisht, duke qenë në sëmundjet infektive në përgjithësi kemi sëmundje që ecin mirë, por ama sëmundjet infektive janë pikërisht ato sëmundje të cilat janë të parandalueshme nga vaksinat dhe prandaj kalendari i vaksinimit me avancimin e shkencës zgjerohet gjithnjë më tepër. Mua më vjen shumë keq që konstatoj që edhe në Shqipëri janë rritur këto rrymat antivaksinale, kemi një hezitim ndaj vaksinave, madje ne me shoqatën pediatrike po përpiqemi të bëjmë, kemi ndërmarrë një projekt në bashkëpunim me shoqatën amerikane të pediatrisë për të luftuar këtë hezitim ndaj vaksinave dhe domethënë për të ditur, sepse prindrit sot lexojnë, nuk është e vështirë të kundërshtosh një mentalitet i cili ai ka krijuar në bazë jo vetëm të dijeve të veta, por duke u mbështetur dhe në forume të ndryshme. Tani duhet të jetë shumë e rëndësishme fakti që duhet të përzgjedhësh. Në web ka forume, informacione nga më të ndryshmet. Në radhë të parë në gjithnjë në mjekësi edhe kur marrim literaturë mjekësore, themi që duhet të jetë evidence-based, pra të jetë e bazuar në evidencë. Sa më shumë raste të ketë për një konkluzion të caktuar, aq më tepër i fuqishëm është rekomandimi ose konkluzioni që nxjerrim nga i studimi i bërë. Në qoftë se njëri
thotë që në 10 raste ka ndodhur kjo, besueshmëria e këtij studimi le për të dëshiruar. Prandaj pikërisht, domethënë raste sporadike të tilla mund të gjejmë gjithandej, ka pastaj bëjnë edhe asociacione të rastësishme. Për shembull, thotë fëmijës ju shfaqen shenjat e smundjes më njëherë pasi bëri vaksinën. Në fakt është një koincidencë që fëmia e bën atë vaksinë, se nuk dua të thellon dhe të hym për këto gjëra, në një moshë kur fillon vlerësimi dhe adaptimi kognitiv i fëmijës, njokja, fjalët e para, dhe meqense kjo gjë mungon te një grup fëmijësh të cilët ka këto probleme, që janë multifaktoriale, që kanë bazë trashëgueshme, kanë bazë ambientale, kanë bazë të kalimit të smundjeve në shtatzanit të nënës, janë shumë faktoriale dhe sot gjithë bota po punon që të nxjerrë se kush janë këto faktorë dhe arsye që influencojnë në shfaqjen e smundjeve të tilla, pra thjesht bëjnë lidhjen që bërja e vaksinës edhe shfaqja e shenjave të smundjes. Unë kam qenë ndër të parat dhe insistoj dhe promovoj aplikimin e vaksinave të rekomanduara nga mjeku. Nuk janë për egzagerim, por ato vaksina të cilat janë jetë shpëtuese dhe nga ne e dim që vaksinat mbrojnë çdo vit 3 milion jetë fëmijësh. Ne kemi shpëtuar nga poliomieliti. Unë kam arritur periudhën sa isha infeksioniste e re kur ra epidemia e fundit e poliomielitit në vitin 1996 në Shqipëri. Shikonin fëmijë si drita që vinin, domethënë në spital dhe pastaj ngeleshin me pasoja të ecjes, me çalim, me hollim të gjymtyrës, me dëmtime neurologjike. Pra, duke ditur se çfarë mund të japin ato smundje, e promovojmë 100% aplikimin e vaksinave të kontrolluara, sigurisht të rekomanduara, të licencuara. Shiko, shpeshherë unë jam e përfshirë në biseda të tilla me prindërit dhe më thonë, më garanton 100%? Në fakt, garancin 100% nuk ka për asnjë lloj procedure. Ne mund të dalim tani larg qoftë na ndodhi një aksident dhe ju nuk mund të garantoni që unë do kthehem në spital. Shëndosh. Por sigurisht ka një logjik mjekësore të cilën mbështetemi dhe mundohemi t'ja u shpjegojmë prindërve në mënyrë që dhe ata vetë të binden për këtë situatë. Unë thash, gjatë jetës time kam parë fëmijë me smundje vaksinë parandaluese, të cilët madje dhe rasti i fundit që kemi pas në avion është një rast i një zonje që kishte 2 fëmijë, u infektuan njëri pas tjetrit me frudh, të pavaksinuar. Dhe në momentin që ne thoshim është frudh, kishim dyshimet tona dhe bënim ekzamenimet për kace, ajo thoshte, "Ua doktoresha, sa shumë jam penduar unë, po çfarë të bëj tani që s'kthehem dot mbrapa?" Pra, sigurisht që mirë është që të merret mendim profesional dhe të vlerësohet në bazë pikërisht të dhënave të evidencës dhe të dhënave shkencore të bazuara. Jo bisedave të ndryshme që mund të bëhen dhe të shtyr pastaj edhe nga disa lloj lëvizjesh, sekte shfetare. Kanë qëllime të ndryshme që po nuk është. Profesoresha, le të rikthehemi edhe një herë tek rastet klinike. A mbani mend një rast që ka qenë i këndshëm që ju e kujtoni dhe sa e kujtoni qeshni në një fëmijë që ka qenë aq interesant sa që ju ka përfshirë emocionalisht? Ne përfshihemi shumë shpesh, bëjmë edhe ne, kemi edhe fotografi me kapele me fëmijët që bëjmë, ose fëmija me stetoskop që më viziton mua, por sigurisht kemi pas disa raste, unë që kujtoj njerë kemi pas një fëmijë me leishmaniozë viscerale. Leishmaniozë është një parazit leishmania që qëndron e depozituar tek qenë dhe transmetohet me disa lloj mushkonja, por në zonat të caktuara endemike, sepse kjo lloj mushkonje që transmeton këtë parazit do një farë lartësie. Domethënë nuk është pjesa e mushkonjave të fushës dhe të kënetës që mund të transmetoj infeksione të tjera, por do një farë lartësie. Dhe në fakt është një sëmundje që manifestohet me shenja të rënda tek fëmia, me anemizim, me zmadhim të shpretkës dhe të mëlçisë. Fatmirësisht kohët e fundit dhe me përmirësimin e kushteve ka rënë
numri i rasteve, por vazhdimisht kemi her pas here raste sporadike dhe ishin familjarët edhe gjyshrit, sepse edhe gjyshrit janë shumë të përfshirë. Dhe tani që dhe unë vetë jam gjyshe, mund të them që ndoshta një çik më tepër të përfshirë se prindrit, edhe i përjetojnë më shumë emocione se sa prindrit pjesën e sëmundjes së nipërve dhe të mbesave, dhe i shpjegova që çfarë është sëmundja, si transmetohet, është gjithse, por fatmirësisht është një sëmundje që ne arrim ta shërojmë dhe nuk lë pasoja kur vjen në momentin e dur dhe kur mjekohet si duhet. Dhe unë duke i thënë leishmanioza, duke shpjeguar. Dhe prindri gjyshi më tha që doktoresha, unë e kuptova, tha, na i shpjegove shumë mirë. Po kjo sëmundja, tha, që me sa kuptova e leshit transmetohet, apo jo, është gjithse, apo jo. I tha që në sëmundje leishmanios nuk ka me këtë pjesë. Ose një rast tjetër, gjyshi që ishte, dhe prindri që ishte shumë falenderus, erdhi me një poezi që ma kishte tibete, që ma kishte dedikuar mua. Janë momente sigurisht humori, por edhe kënaqësie, ose kur thonë që erdha me urgjencë, erdha me fugon. Jo furgon, po fugon se mendojnë që është ajo që fugon, që vrapon makina. Pra ka disa momente të cilat ne i kemi në praktikën tonë. Njëherë një rast tjetër mbaj mend, ishte bile kjo i ndodhi një koleges tonë, ajo ishte kështu shumë mjek e mirë, por edhe grumbullon të kështu momente. Fëmija kishte një emër që nga një rrethinat e Tiranës, dhe mamaja kishte një emër tipik shqiptar, tradicional, babai po ashtu, dhe fëmijës ja kishte thënë që mamaja se kujtonte dot emrin, tha prit një minutë se kam edhe shumë fëmijë, në fund tha e kujtova, tha Roger, ja kemi vënë. I thamë, ne po nga i gjetët të emër Roger juve, familje tradicionale, Tiranës, nga fshati i Tiranës. E kam bë gati për andej. Kam bë gati për dërguar jashtë. Po, për jashtë. Kështu që ka momente të tilla sigurisht që neve përfshihemi edhe ka, domethënë, humor, edhe për të zbutur një çik situatën, për të përfshirë me prindit dhe për t'i dhënë një farë konfidencialiteti, mos krijohet ajo bariera midis mjekut autoritar, akademik me syze që të shikon nga poshtë, por të përfshihesh edhe në gjërat familjare ose në historitë e prindërve, ose kur kanë prindër që kanë dëshirë të tregojnë pak më me hollësi gjëra që s'kanë dhe lidhje me sëmundjen, sigurisht ne i lejojmë që të mund të kuptojmë pastaj edhe deri ku është pjesa emocionale dhe ku është pjesa e patologjive. Doktoresha, edhe një pyetje të fundit do doja në raport me pacientët, tani më vjen në mendje një ndër frikrat më të mëdha që kam prindit që është temperatura. A kujton në një rast ku ndoshta temperatura nga prindit nuk është marrë aq seriozisht, por në fakt ishte një shenjë alarmi dhe që ju e keni trajtuar fëmijën, e keni ndihmuar në një rast që ka qenë i vështirë nga graviteti i sëmundjes, domethënë që në thelb niste nga një temperaturë e pa konsideruar, le të themi, në nivel të prindërve? Jo, në përgjithësi temperatura unë do të thosha bile mbi vlerësohet nga prindrit, sepse trëmben shumë, pavarësisht që temperatura është një reagim normal i sistemit imunitar, i atyre organeve të inflamacionit ndaj atakut të një agenti të huaj që në rastin tonë është virus ose bakter. Por sigurisht që temperatura, sidomos në disa subjekte të cilët janë të predispozuar, mund të japin konvulsione, pra mund të japi një ngasmshmëri të shtuar të qelizave të trurit, të cilat manifestohen pastaj me ato që në gjuhën popullore quhet sëmundje toke. Në një rast të tillë ndërhyrja duhet jetë urgjente, sepse nëse fëmia neglizhohet ose nuk i jepet ndihma që duhet, mund edhe të bëjë një arrest respirator, pra të bllokohet nga frymarrja ose të bllokohet të bëj arrest kardiak, kështu që është një situatë e vështirë. Por temperatura sigurisht duhet të vlerësohet, sepse ajo temperatura në vetvete nuk është sëmundje, është shenjë, është simptom. Ajo duhet të vlerësohet për të ditur se çfarë ka brapa saj. Dhe jo gjithnjë, një temperaturë shumë e lartë flet për një sëmundje shumë të rëndë.
prindrit vinë tani sidomos në këtë periudhën që kemi pasur shumë viruse, jam i alarmuar është me 39-40. 39-40 mund të jetë dhe një virus. Dhe ka sëmundje të serioze, siç janë meningoencefalitet, të cilat kanë temperaturë jo, domethënë shumë të lartë, mund të jetë 38,5-39, por mund të jetë shenjë një meningiti. Sigurisht një shenjë e rëndësishme për të qenë alert, për të dhënë dozat e duhura të ulësve të temperaturës, sepse ndodh edhe një gjë e tillë. Temperaturë pak më ulët japin gjysmën e dozës së ulësit. Ose mos i jep fare, ose kur aplikohet doza e ulësit duhet përdoret ai ulës, pra që është i zgjedhur për fëmijët të temperaturës, dhe doza që është rekomanduar pavarësisht nga shifrat. Se neve jo vetëm që nuk influencojmë tek temperatura, por fusim një produkt që mund të japi prekje të mërqisë ose zbatimi i intervaleve midis dhënies së temperaturës. Pra është shumë e rëndësishëm që ta kemi edhe ta vlerësojmë siç duhet. As mos ta mbivlerësojmë, as mos ta nënvlerësojmë, se qëllon ndonjë rrallë, por thot kam prindër që deri në 5 ditë e pres me 39. Okej, mund të mbahet me qetësuesit, por ama duhet parë që kjo temperaturë mos është shenjë ndonjë infeksioni të rëndësishëm. Doktoresha, si është të merresh me fëmijët e vegjël? Si është të jesh në një fluks, për shembull në një periudhë caktuar kur kalojnë viroza, të jesh një fluks të jashtëzakonshëm fëmijësh të vegjël që kalon nga fëmijë nga një ëngjëll te një ëngjëll dhe je përpara. Po sigurisht është kënaqësi e madhe. Unë do të thoshja këtë që unë në praktikën time besoj dhe shumë kolegë të tjerë, pasi kemi një jetë shumë intensive gjatë ditës, bëjmë shumë vizita, unë gjithë një kur shtrihem, pastaj filloj bëj një rezume në darkë në mendjen time, dhe them filan rast, dhe pastaj ndofta më kalojnë raste, ka raste që nuk më zë gjumi. Them po ky fëmijë mos është kështu, bëj diagnozë diferenciale në mendjen time, ose ndonjë që nuk normalizohet, që nuk i bjerë temperatura. Domethënë unë jetoj me fëmijën gjatë ditës dhe natën, sepse ka shumë llampatina të ndezura në tru, kur kam sigurisht raste problematike. Sigurisht kënaqësi e madhe, nuk u thash, nuk e ndrova dhe nuk do ta ndroja, tani jam në pothuajse në fund të karrierës, nuk do ta ndroja me asnjë profesion tjetër, sepse të jep shumë satisfaksion, por është edhe një përfshirje shumë e madhe emocionale, është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Marrja në shtëpi e kësaj përgjegjësie besoj është e lartë, pra nuk e ndan dot pjesën e të marrë në shtëpi. Ti nuk jeton jetën tënde, jeton jetën e imponuar nga profesioni, nga telefonatat pafund, nga mesazhet që ngaçohen, dhe në një moment që ti mund të jesh në një festë familjare e ndërpret se je detyruar të japësh një përgjigje ose të shkosh për urgjenca. Tani është më ndryshe sepse sistemi shëndetësor ka pjesën e urgjencës, por unë mbaj mend kohën kur baba im, unë isha e vogël, nuk mbaj mend fest nga që ishte edhe kardiolog, edhe atëre nuk është se kishte shumë specialist, nuk mbaj mend që të ke qenë një fest, një vitri apo një ditëlindje, që ne të uleshim gjithë në tavolinë dhe të mbyllim të gjithë pjesëtarët e familjes që ishim dhe pak, 3 veta. Gjithë baba ikte me urgjencë, ne me mamën pastaj rinim edhe vazhdonim si thua atë traditën e festës. Por sigurisht që është kënaqësi e madhe, ndjen shumë falënderim nga prindrit, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa, jo vetëm në ambientet spitalore, por ku takohesh rastësisht me dikë, ose shkon diku në një zyrë, thotë, o, doktoresha, më ke pasur fëmijën, ose unë ju njoh prej kësaj gjëja, kështu që në përgjithësi grumbullon shumë mirënjohje, sigurisht ka edhe pak kënaqësira, ka edhe si thua fajsime të mjekëve që unë sigurisht mjekët janë njerëz edhe mund të bëjnë gabime, por do të thoshja që mos t'i gjykojmë nga opinioni, nga mendimet e jo specialistëve. Qofse bëhet një gabim të ndiqet me rrugën institucionale, me rrugën profesionale, ka organe përkatëse, të cilët janë në gjendje ta ndjekin, ta zbulojnë dhe të shohin deri ku është gabimi apo neglizhenca e mjekut dhe ku është pjesa e vetsmundjes që mund të ketë ndodhur tek fëmijët. Profesoresha, keni kaluar në jetën tuaj profesionale shumë momente të vështira. A ka patur në një moment që ke thënë, okej, jam lodhur 2 hapa pas, do bëj pak pushim, Deri tani jo. Deri tani jo, madje dhe me djalin tim I cili dhe ai është mjek, patëm një diskutim që më tha mami si e mendon pasi të shkëputesh, domethënë pas disa vitesh kur të mbushësh moshën e
pensionit, si e mendon, do shkëputesh, tash kam shumë dëshirë që të gëzoj, t'ju gëzoj juve, të gëzoj mbeskën, të kem qik pushim, po nuk e shoh veten fare pas stetoskop. Ndoshta do kem qik aktivitet më të reduktuar, por shiko përfshihesh, bëhet rutina jote dhe sidomos kur merr kënaqësi dhe rezultate, është një stimul për të ecur përpara. Profesoresha, po në raport me kolegët, me studentët që janë e ardhmja e mjekësisë, si keni raportet? Si keni raportet me ata që janë nën varësinë tuaj? Si keni raportet me ata Duhet pyesni ata në fakt. Por mendoj që i kam të mira, sidomos me studentët tjerë, studentët që vinë tek ne në pediatri janë studentët e vitit 5. Nuk mund të quhen student më. Unë i them ju jeni mjek dhe jeni kolegë dhe mundohem dhe mësimdhënien ta bëj në kushtet e një jo thjesht teorisë që më fol për këtë ose më fol, por nëpërmjet një rasti që kemi atje të mund të diskutojmë edhe për shkaktarët, për trajtimin, për çfarë mund të ishte tjetër, madje dhe pyetjet në provim mundohemi të bëjmë pyetje, domethënë logjike. Diagnozën diferenciale, për shkak të vjen një fëmijë me puçra, çfarë mund të jetë? Jo fol për frutin apo fol për varicenën, por kur ti të bën një panoramë midis gjithë sëmundjeve, ti kupton që ai është në dieni dhe i njeh të gjitha këto sëmundjet. Sigurisht dhe me kolegët kam marrëdhënie shumë mira se ne tani jemi një jetë bashkë. Unë them që puna është familja e dytë, madje ne në punë kalojmë më shumë orë se sa në familje. Kështu që ajo është familja jone e dytë, po si në familje që me ca mund të jesh më mirë, me ca mund të jesh pak më marrëdhënie zyrtare. Mendoj që jemi në marrëdhënie të mira, nuk mbaj mend një histori, mund të ketë sigurisht në momente që kërkesë disipline, edhe ndonjë keq kuptim ose ndonjë mos vlerësim të vërejtjes që është bërë, por gjithnjë janë bërë me bon sens, gjithnjë asnjëherë me paragjykim për personin, por duke vlerësuar situatën, sepse është shumë e rëndësishme tek ne një gabim i vogël është jeta e fëmisë. Mund të ngatrohet një terapi, mund të mos bëhet në orarin e dur, mund të mos vlerësohet një fëmijë, nëse je i pakujdesshëm ose nuk bën atë rutinën, një fëmijë që duhet vlerësuar dhe duhet bëhen disa procedura urgjence. Por fatmirësisht jam me fat që i kam një staf shumë të mirë që sigurisht na mbështesin dhe e zbukurojnë dhe justifikojnë punën tonë. Se e vetme asnjëherë, sado që unë t'jem e vetme të bëj diagnozën, sado e rrallë, sado dhe terapia, sado adekuate të jetë, nëse nuk plotësohet nga stafi infermieror, nga mjekët e rojes, që të njoftojnë, doktoresha, ai fëmia që më le me porosi ka këtë gjë. Kështu që është një bashkëpunim midis shumë hallkave që të arrish sa më shumë sukses. Kështu e mendoj që është në çdo fushë, po aq më tepër në mjekësi, që kemi të bëjmë me shëndetin dhe me jetën e fëmijëve, të njerëzve dhe të fëmijëve që janë e ardhmë, janë aty kemi syt. Atyre do t'ju dorëzojmë të gjithë këto që shohim rreth e rrotull. Profesoresha, më përmendet babain që keni patur mjek. Cila ka qenë ajo këshill e bukur, ajo këshill që keni në mendje dhe sot e kësaj dite që ju ka dhënë babai juaj? Ti jesh mjek klinicist. Vlerëso stetoskopin dhe dëgjoj të smorin. Shumë e bukur. Asnjëherë, domethënë, nuk më gjithin kur i themi ka dalë kjo kështu. Ti në anamnezë e dëgjove fillimisht, tani ai është gjallë, por nuk është shumë koherent dhe ndonjëherë kur kishim raste të vështira i diskutonim bashkë, dhe ai të vetat edhe unë të mijat, edhe më thoshte, "Moj Poleri, ekzaminimet, e dëgjove të smurën anamnezën, sa ditë kishte që kishte filluar, ose me veshe dëgjoje, më thënë gjithë një këshumë ka thënë, të dëgjosh anamnezën, anamneza është gjysma e smundjes dhe vendos stetoskopin. Madje ai deri vonë, ai ka punuar deri në moshën 85 vjeçare, vazhdon të bënte perkusion të smurëve, gjë që nuk e shoh në kolegët, sepse është zëvendësuar sigurisht nga ekoja, nga radiologjia, nga imazheria, por pavarësisht dhe është shumë e vërtetë. Unë e justifikoj dhe gjithnjë i them, edhe kur se tani është një zakon që thon doktoresha kam fëmijën me këtë, po çoj
ca fotografi se I kanë dalë këto puçra. Është krejt ndryshe vlerësimi nga fotoja se sa vlerësimi dal vivo. Se përveç puçrave, ju I shikoni dhe një zmadhim të shpretkës, një zmadhim të mërqisë, një tendencë, madje ka puçra të cilat po të shtypen zhduken dhe ka puçra të cilat po të shtypen nuk zhduken. Dhe janë shenja të dy sëmundjeve krejtësisht të ndryshme dhe me prognozë shumë të ndryshme njëra nga tjetra. Që nuk është thjesht kur thot mjeku hajde vizitoje, nuk është që të thot hajde të lodhesh, por të thot për të mirën e fëmijës tënd. Doktoresha, a ka ndonjë gjë në shoqërinë tonë që të trishton? Ndonjë detaj, ndonjë gjë tek marrëdhëniet njerëzore ndoshta ose Shiko, unë them në gjithë shoqëritë, nuk është vetëm në shoqërinë tonë, unë do të thosha që të bëhet vlerësimi I profesionistëve në përgjithësi ashtu siç duhet, vlerësimi I mjekut. Unë nuk e haroj, do më thëmë pjesa e kohës së babait tim vërtet ka qenë shumë, do më thënë, e loshme. Ai ka qenë nga specialistët e vetëm, madje në një libër që ka shkruar thot kam bërë nga patologu, kardiologu dhe anatom patologun, sepse do më thënë, jo vetëm që ishte I vetëm specialist, por dhe doja të konfirmoja atë çfarë shikoja. Se atëre ishin rastet e para që ai ka referuar këtu që janë operuar për herë të parë në kardiokirurgjinë shqiptare, janë rastet e diagnostikuara prej tij, me stenozë mitrale, të vendosura vetëm me elektrokardiogram dhe klinik. Sot vendoset, bëhet kateterizimi, bëhet ekoja kardiake, atëherë në vitin 1970 kur janë bërë këto me profesor Petrit Gaçen edhe madje më merrte edhe mua nga mbrapa dhe kam disa fotografi edhe nga ekipi kardiokirurgjisë me pacientët që janë operuar, dua të them, duhet vlerësuar kjo punë e mjekut. Dhe këtë dua të jap një mesazh, thash mjekët mund të bëjnë gabime, por asnjëherë në asnjë moment të profesionit, të shërbimit, të komunikimit nuk mendojnë që t'i bëjnë dëm të smurit ose që nuk duan ta ndihmojnë. Është e sigurt. Pastaj si është smundja, si është ecuria, mund të ketë gjëra, por nuk ka mjek të cilët nuk është interesuar dhe nuk përjeton me problematikën e të smurit sado e lehtë të jetë. Qoftë edhe një temperaturë rebele që nuk bie, mua më ngelet mendja edhe marr në telefon ose I them çfarë t'i aplikojmë këtë. Kur them unë, flas për eksperiencën time, por jam e sigurt që gjithë kolegët tanë janë në të tilla pozicione. Kam harruar të të pyes për një gjë shumë të rëndësishme. Kam harruar të të pyes për shërbimin roje. Dikur në karrierën tuaj kaq të gjatë jam I bindur që shumë vite këtu janë dhe në roje. Kjo është një nga bisedat që kam shumë të freskët sepse I mbir aktualisht bën shërbim roje dhe ankohet shumë, që vjen shumë I lodhur, kam parë 30-40 pacient, I them është detyra dhe koha jote për ta bërë. Shërbimi roje është, mendoj, një nga specializimet natyrore më të rëndësishme të mjekut. Keni pas një rast të bukur, shumë raste të bukura të vështira, konvulsione pafund që vinin dhe aplikonim terapin dhe ktheheshin normal, meningokoksemira, që konstatonim 2-3 vinim madje që sepse në atë smundje është karakteristike që pikat e kuqe shtohen në sytë tuaj dhe neve për të kuptuar sa ishin, I rrethonim me stilolaps dhe vinim I kontrollonim çdo 5 minuta, sepse ndërhyrja në ato raste është nuk pret mëngjezin, është në çdo moment të ditës dhe të natës. Pastaj bënim të rregullt, neve kur bënim roje ne bënim kundravizitat në orare të caktuara, përveç se urgjencave, por çoheshim dhe shifshim gjithë spitalin pediatrik, ishim 2 veta, dhomë më dhomë, në orare në 12 të natës, në 2 të mëngjesit, në 4 të mëngjesit. Atëherë ishte një momentet që mbaj mend që ishin vështira, atëherë ishte shumë e zhvilluar keq-ushqyerja tek fëmijët. Pra, në vitet kur kam filluar unë si pediatre re, që është fillimi I viteve 90, dhe vini shumë fëmijë me malnutricion, dhe sidomos nga rrethinat, fëmijë që në moshën 1 vjeç ishin 5 kg. Të keq ushqyer, me temperaturë të ulët, mundoheshim t'i reanimonim, t'i ushqenim dhe ushqyerja nuk është e lehtë atyre, se ti një fëmijë I tillë nuk mund të fillosh ushqyerje me njëherë siç do të ishte dieta normale për ta. Kështu që është momente pafund janë që mendoj që janë eksperiencë, e bëjnë mjekun jo vetëm më të fortë, jo vetëm profesionalisht më të formuar, po mendoj që e bëjnë dhe më human, më njerëzor,
kur e shikon çfarë hallesh ka, gjithnjë unë edhe në komunikim, edhe me kolegët, edhe me djalin, me qenë se ai është mjek, i them duhet gjithmonë të kthesh kokën brapa. Shiko se çfarë ka brapa, shiko se çfarë vuaj, shiko çfarë sëmundje kanë njerëzit, mos u egzalto nga një moment, por gjithnjë me qetësi dhe duhet të vihesh në pozitën e prindrit ose të pacientit. Sepse ne duke qenë mjek e kemi profesion, e kemi zanat të dëgjojmë ankesat, por ama ish i smur, ai përjeton. Madje ka qenë një libër shumë i bukur i një mjeku dhe kolegu i cili shkruante se si ai kaloi një patologji të rëndë dhe e përshkruante, thoshte tani e kuptova se çdo të thotë të jesh pacient. Dhe përshkruante jetën e pacientit, përjetimet, dhe se sa shumë ai kishte si thua rimorse, pendime ose pika të dobta nga një komunikim me një mjek të pakujdesshëm ose që nuk është treguar në pozicionin e dur. Gjitha ato janë grimca momentit të puzzle-it të madh të profesionit tonë. Profesoresha, si do doje që të mbahesh e mend të njerëzit, si do doje që të kujtojnë njerëzit gjatë gjithë kohës, nëse nesër e mbyll karrierën edhe vendos që të tërhiqesh, si do doje që të kujtonin njerëzit? Mua do ta them si do doja, siç më thon kalamajt. Gjithnjë kur vinë kalamajt të mos kur i ndjek unë dhe thon duan vizitojmë me doktoreshën me çakarela. Kaçurela. Kështu që kur fëmia kërkon që të vizitohet me këtë mjek, domethënë që kam dhënë gjithçka që kam krijuar një marrëdhënie jo të doktorit që bën gjilpëra, por të një personi të afërt që luan dhe që trajton fëmijët. Sigurisht dua që, domethënë, falenderoj gjithë prindrit që janë mirënjohës, kërkoj falje atyre që ndoshta pa dashje mund t'i kem lënduar ose nuk kam qenë aty ku do doja të isha, por t'jen të bindur që në çdo moment kemi bërë maksimalisht dhe jemi të përfshirë në çdo moment në patologjitë edhe në sëmundjet, në përditshmërinë e sëmundjeve. Sado të zakonshme, sado viroz, një viroz mund t'japi edhe një komplikacion të rëndë. Dhe ne kur themi që është viroz, nuk është se jemi të qetë. Thjesht themi atë që konstatojmë, por gjithnjë kemi ato, domethënë, rezervat tona, kemi ato pikpyetjet tona mbrapa. Është profesion i vështirë, por profesion i bukur, madje një profesion që unë prapë ja them edhe prindërve se vinë të pajisur sidomos me lexime nga Google-i edhe nga se e them është i vetmi profesion që nuk bëhet me korrespondencë. Të gjithë profesionet e tjera mund të ndiqen online, nuk ka mjekësi online, ka momente të caktuara, mund të bësh një bisedë, një konferencë, por që të bësh edukimin, formimin si mjek online nuk bëhet. Po se preke me dorë, nuk bëhet dot. Profesoresha, ne dal nga dal kemi afruar ditë fundit të emisionit, ka qenë një bisedë shumë e këndshme dhe kemi një traditë që e mbyllim me një mesazh për të rinjt në tërësi të shoqërisë tonë, pra jo vetëm për studentët tanë, por të rinjt në tërësi, cili do të ishte ai mesazh që do doje të jepet rinisë tonë Shqipëri, Kosovë, kudo ku ka shqiptarë? Unë do të jep mesazhin që të dashurojnë profesionin, patjetër dhe të mundohen që këtë profesion ta vëjnë në shërbim të popullit të tyre dhe të shoqërisë tonë. Sigurisht në qoftë se neve do të kishim që mjek shumë të mirë, të rinj të talentuar, do t'iknin të ofronin këtë gjë diku larg shoqërisë tonë, s'do të më vinte mirë. Unë vetë zgjodha, pavarësisht që kam pas raste që dhe të punoj jashtë, zgjodha të qëndroj këtu, pavarësisht vështirësive, pavarësisht që kur filluam të ardhurat ishin qesharake të një mjeku në krahasim me mjekët e tjerë, por tani dal nga dal, gradualisht e shohim që jemi dhe ne të vlerësuar dhe besoj me avansimin e shoqërisë, progresi është ligj, nuk ka kthim mbrapa. Kështu që patjetër që dhe tek ne do ketë progres maksimal dhe është një profesion i bukur që ne duhet ta shfrytëzojmë. Është profesioni që është në shërbim të tjerëve. Kështu që duke shërbyer të tjerëve, neve japim maksimalisht atë çka kemi brenda vetes. Profesoresha, të falenderoj shumë. Falenderoj për bisedën e këndshme. Faleminderit juve. Faleminderit. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.